Një ngjarje e rëndë ndodhi në Orikum ditën e sotme, ku si pasojë e kësaj ngjarje ka mbetur e vrarë një grua e cila është vrarë nga bashorti i saj dhe më pas bashorti ka vrarë veten me armë zjarri. Për të folur mbi këtë ngjarje të rëndë, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Nduë Pjetra. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, besoj se e keni ndjekur këtë ngjarje, pse ende kemi të tilla makrabitete në Shqipëri? Njerëzit thonë dhe gjithmonë do të të nga më të ndryshmet dhe as më tepër në Shqipëri. Po, këto ndodhin në çdo vend botë, por në Shqipëri janë më të ndjeshme sepse menjëherë bëhen publike. Rasti është rasti i çuditshëm në kuptimin e fjalës, sepse gjithë mekanizmi i vrasjes, kthimi dhe gjithë kjo kronologji ka një pikë pyetje të madhe. Nuk është thjesht se kemi të bëjmë me një vrasje ordinere. Tani, sipas gjithmonë asaj informacioneve, bëhet fjalë që pra ka fillu nga tresa, marrim, dhe gjatë kohës e shoqja pra ka ndrruar jetë. Ky menjëherë ka qenë në spital. Çka do thotë që ky ka dhënë një nimë të shpejtë, pra mos ka qenë aksidentalisht ngjarja, dhe ky në momentin që ka qenë dhe ka kuptuar atje që është pa jetë, ka ardhur dhe ka kryer një veprim tjetër, të cilën pra për mos ta zbarë dhe mos të kuptu fare se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Kjo është rasti më i mundshëm që mundet që të ketë ndodhur. Por nuk përjashtohen pikpyetje të tjera, të cilat nuk ka vrarë veten sepse mund të ketë pas ndonjë konflikt. Vrasja manena është shumë e ndërlikume, sepse ka pasur në Shqipëri që raste sa dush që po tu hetonin delte se nuk ishin vetë vrasje. Nërsa rasti konkret nuk di çfarë të them për momentin, me kaq informacion sa kemi. Avokata, ka gjasa që të zbardhe si ngjarje? Është vetëm një ngjarje që nuk ka as edhe një mundësi zbulimi, pasi nuk ekzistojnë pra as edhe një provë tjetër që mund ta ndihmojë në zbardhjen e krimit. Në këto momente është e pamundur çdo lloj mundësie që hetuesat të arrijnë në një konkluzion të pastër për ta hetuar çështjen. Kjo është një ngjarje që nga momenti që ka ndrruar jetë edhe bashorti, janë prej çdo lidhje, çdo fije e provave për ardhur atë. Avokat, si shpjegoj që kemi ende ngjarje kaq të rënda në Shqipëri, pra ka të bëjë me mentalitetin, me traditën, apo çfarë po ndodh realisht? Aq më tepër vetëm një ditë pas vitit të ri, pra një periudhë festash. Tani po ta krahasojmë me vitet e tjera, pra policia, drejtoritë e përgjithshme të policisë në përçarje kanë raportime më pak se vjet për rastet konkrete dhe dhunës në familje. Dhuna familje ka shumë vin për vin nga gjendja ekonomike më shumë se sa nga të gjërat të tjera. Pra, nuk është ajo xhelozia sa janë gjendja ekonomike, sa është situata në vend që njerëzit po vuajnë për bukën e gojës. Avokata, janë ngjarje që mund të parandalohen? Sipas disa informacioneve të qytetarëve ose bashkëfshatarëve, bashkëqytetarëve, tregojnë disa prova që këta pra kishin këto probleme në linjë dhe ishin drejt ndarjes, zgjidhjes martesë. Por në këtë rast është një vepër që nuk mund të hyjë kërkush pra në mes të këtyre situatave në lidhje me familjen. Pra, ti po kërkon me hy në këtë
qoftë me gruan, qoftë me burrin, pra është e pamundur sepse ndikon shumë keq ajo ndërhyrje. Pra e acaron situatën më shumë se ka qenë ose sa është e acaruar. Pra, vetmja gjë që paranalohet është që qoftë gruaja duhet komunikojnë menjëherë me familjarët e vet, me familjarët, me njerëzit që bëjnë disa paranalime, po këto janë 10% e mundur paranalimi i kësaj, për arsye se nuk të besojnë kush se është, për shembull, sepse njerëzit sot janë edhe të kamufluar në vetvete. Pra shumë ngjarje kanë ndodhur nga dhe habitën mbrapa, po si ndodhi, ky ka qenë i mirë, ka qenë kështu, dhe të krijon dyshimin në vetvete që ti po ja fut kot. E kupton? Por ama ajo që kur ndodh situata, penohen gjithë se pse nuk ndërhyn ose pse nuk e ngritën zanin më parë. Avokat, ka pasur disa viktima edhe si pasojë aksidenteve këtë fillim viti. Të thënë drejtën, në një vend, pra siç është Shqipëria, që të gjithë pra kanë një shpresë se po ndrron qeveria, po ndrron sistemi, po ndrojnë shumë gjëra dhe në vërtetë s'po ndodh asgjë. Dhe njerëzit e kanë humbë besimin, e kanë humbë kënaqësinë që të rrinë në Shqipëri, janë skeptik për çdo gjë, dhe edhe ajo pija që thuhet, pra pija nuk është pihet për qef. Shumë njerëz e pinë nga halli me heq atë mërzin, po ajo është e rrezikshme. Heq mërzin dhe hyp makinë, i bën sherr edhe tjetrit, merr në qafë edhe të tjerët. Tani ja mund të kontrollohen gjithë shoferat e makinave që janë. Dhe po ta them që një gabim është edhe te ligjvendësi, sepse ligjvendësi thotë ka nxjerrë në kodin rrugor që thot 0000. Tani, po ti marrë gjithë shqiptarët, 90% e tyre e pinë një gotë. 90 e pinë një gotë. Ajo gotë del në kodin rrugor, pra. Del me përgjegjësi, me heqje patente, del me shumë gjëra të tjera. Çka do thotë që ka shku dhe ka shtërngu situatën e shumë, sa që ajo shpërthen me njëherë. Dhe njerëzit, pasaj, çoroditë nuk kanë një kënaqësi jetojnë. Mund të jenë 20% e shqiptarëve që s'kan kënaqësi të jetojnë, të marrin frymë në Shqipëri. E kanë humbë besimin, kanë humbë durimin, kanë humbë familjen, kanë humbë çdo gjë. Dhe është shumë e vështirë, pra. Dikush duhet ndërhyn, dikush duhet vënë dorë në këtë gjë. Çfarë duhet bërë, avokat? Çfarë duhet bërë tani? Qofse të ishte për mua, ishte menjëherë që të kalojmë në një qeveri teknike, zgjedhjet parakoshme, ta shohim edhe herë mundësinë. Nëse këta njerëz nuk e kanë kuptuar se në çfarë halli dhe mërzie janë, atëherë pasin vetin qafë edhe çfarë them, këtë shtet ta ndajnë 50 copa, të japin gjithkujt edhe kaq është. Ne nuk kena pas shtet, nuk bëhet shtet për të bërë shtet. Ky është veni nemën që kur është kriju. Avokat, a besoni që 2026 do jetë një vit ndryshe nga 2025 për Shqipërinë, pasur parasysh dhe ndërhyrje që po bën Sparku ndaj politikanëve? Unë s'kam asnjë lloj besimi nëse do personale, asnjë lloj besimi. Por që do bëjnë manovra, do bëjnë, sepse normalisht informacione kam pra që në janar do ndërrohet qeveria. Në janar do ketë ndryshime të mëdha në kuptimin e fjalës, jo për arrestime, sepse shqiptarin gjithmonë e trem dhe atë që ka thënë Fishta, ky popull do ndajak, se ndrysh nuk merr vesh. Por dajakun e ka kthy në burg personi i cili pra drejton sot qeverinë e Shqipërisë. Dhe nëse themi që do ndryshoj gjë, çfarë do ndryshoj? Më thuaj mua çfarë mund të ndryshoj me këto ligjvendës që ka Shqipëria. Pra gjendja ekonomike është baza kryesore për të ecë përpara.
Duhet, nuk më duhet mu rroga 500.000 lekë që thot ai, për sa i përket rrogë minimumit jetesë. Nëse ke rregullu pagën 500.000, jepi 250 euro, të gjithë aty në që i ketë pa punë. Asistenca mos tjetë ma 80-100, po tjetë 250. Gjysa e pagës minimale, minimumi. Pra duhet ta kuptojnë, ai kur të krijojnë mundësinë për të rrit pagat, duhet të krijojnë mundësinë që të rregullojnë edhe statusin e jetës të qytetarëve që janë më shumë se janë punë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi dhe gëzuar vitin e ri 2026. Faleminderit juve dhe gëzuar gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë.